Finalistja e dytë e edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova, Eliona Binakaj, ka reaguar së fundmi ndaj thashethemeve që qarkulluan në rrjetet sociale për një lidhje të mundshme mes saj dhe reperit Finem. Gjatë një interviste në emisionin Weekend në Klan Kosova, Eliona vendosi të sqarojë publikisht situatën, duke theksuar se mes tyre nuk ekziston asnjë raport romantik. Sipas saj, gjithçka që është përfolur në rrjetet sociale ka qenë thjesht një keqinterpretim i disa detajeve të vogla. Ajo u shpreh se e gjithë situata i duket disi qesharake, pasi sipas saj në rrjetet sociale shpesh ndodh që gjëra të vogla të zmadhohen dhe të marrin një tjetër dimension. Po më vjen me qesh, sepse si në rrjetet sociale, detajet e vogla bëhen shumë të mëdha. Unë i pëlqej këngët e Finem dhe i dëgjoj, më pëlqen ekstrem, kaq, u shpreh ajo gjatë intervistës. Eliona theksoi se admirimi i saj për reperin lidhet vetëm me muzikën e tij dhe stilin artistik që ai sjell në skenë. Ajo shtoi se është një nga artistët që e dëgjon shpesh dhe që e pëlqen shumë për projektet muzikore që publikon. Deklarata e saj vjen pas shumë komenteve dhe aludimeve në rrjetet sociale, ku ndjekësit kishin nisur të spekulonin për një lidhje të mundshme mes saj dhe reperit të njohur. Megjithatë, me këtë reagim publik, Eliona duket se ka vendosur të sqarojë gjithçka dhe t'i jap fund zërave që qarkullonin online. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.